Patos Marinza është zona më e madhe naftëmbajtëse në Shqipëri. Prej vitesh kompanitë që e shfrytëzojnë atë kanë grumbulluar fitime të majme, madje duke shmangur edhe taksat. Por banorët që jetojnë në fshatrat e kësaj zone vuajnë pasojat e ndotjes, sëmundjeve dhe braktisjes nga shteti. Në një betejë të heshtur për mbijetesë, disa kanë zgjedhur të largohen, ndërsa të tjerët, ata të cilët nuk e kanë këtë mundësi, bluajnë shpresën se me pak më tepër vëmendje nga autoritetet publike, e nesërmja mund të jetë pak më e mirë për ta. Në Zharrëz, një nga fshatrat më të mëdha të zonës naftëmbajtëse, përroj ku dikur laheshin fëmijët, sot është kthyer në grykderdhje mbetjesh hidrokarbure. Industria e naftës ka lënë pas ndotje, papunësi dhe sëmundje. Banorët thonë se askush nuk ua blen më shtëpit, tokat, madje dhe produktet bujësore, nga frika e kontaminimit. Po si blen njeri më se unë i ke qysh nesër, po si blen me njeri ato shpit aty. Kush do t'i marrë e shpit? Dhe kush vjen? Ai uji është përdorur për të larë enët, për ujë, për përdorim të përditshëm. Unë vetë aty jam larë bashkë me bashkëmoshatarët e mi deri nga mosha 12-13 vjeç. Uji ka qenë i pastër dhe ka pat pranit të klorofilit, myshk, dhe që do thotë që ai uji është i pastër. Në Patos Marinz operojnë dy kompani kryesore, Alpetrol, që është publike, dhe Bunkers Petroleum, e kontrolluar nga korporata kineze Geojade Petroleum. Por për banorët, pasuria e nën tokës është kthyer në damk. Në shtator 2025, Citizens.al verifikoi në terren derdhjen e naftës në rrjedhën e përrojit të Zharrëzës. Alpetrol mohoi çdo përgjegjësi, ndërkohë, rreth puseve të vjetra, familjet jetojnë fare pranë në kërcënimin e përhershëm nga ndotja e ajrit, tokës dhe produkteve bujësore. Shumë duan të largohen, ndërsa të rinjt nuk duan të kthehen më. Kam menduar do iki në jashtë shtetit edhe nuk do vi me këtu. E ke vendosur? E kam vendosur, do t'i letë gjitha këto, qa kam ndërtuar për ter jetën time. As fëmijët e mi nuk vinë me. Fëmijët i kam jashtë shtetit gjithë dhe nuk vinë me këtu. Një anketë e Citizens.al tregoi se 91% e banorëve të Zharrëzës kanë menduar të largohen, por shumica nuk e kanë mundësinë ekonomike. Po ku do vete? Do parat të vete. Ku do vete? S'kemi ku vemi. Neve dhe që na i bëri kanadezi që me këto shpërthime dhe s'na dhan lek për të bërë shtëpi. Mu qanë mu ben më ranë poshtë në mbërde. Me djersën time tak e me zi i kam bërë. Në vitin 2015, shpërthimet nga dy puse të Bunkers Petroleum tronditën zonën. Qeveria premtoi dëmshpërblim, por banorët që Citizens.al pyeti thanë se premtimi nuk u materializua. Në gjithë këtë tablo, dëmi më i madh duket të jetë shëndetësor. Ata që banojnë pranë puseve ankohen për dhimbje të shpeshta koke, sëmundje respiratore, madje dhe raste të shumta të kancerit. Në vitin 2023 për neve ka qenë një bilans tragjik, ku brenda 2 muajve kemi patur 12 vdekje me sëmundje të gjakut dhe kancer. Pasojë diet janë ndotjet, fenolet në gjak. Një antar i këtij komuniteti sapo shkon për të vizituar në klinikën e Fierit, kur e pyeti që nga Zharrëz, mjeku nga dorët. Por edhe brenda kompanive të industrisë duket se ka pak kënaqësi. Në shtator punonjësit e Bunkers dolën në protestë për paga dhe kushte pune. Kompania është aktualisht në nënhetim për evazion fiskal. Prokuroria e Fierit pretendon se gjatë 20 viteve të fundit, Bunkers Petroleum ka eksportuar naftë me vlerë mbi 5.3 miliardë euro, ndërkohë që ajo ka deklaruar çdo vit bilance negative. Kjo ka ngjallur dyshime për një skemë abuzive të shmangjes së taksave. Kështu, pavarësisht se jetojnë në një nga zonat që gjeneron më shumë para në Shqipëri, banorët e Patos Marinzës jetojnë në mirim. Ata kërkojnë drejtësi, përkraje sociale dhe më shumë përgjegjësi nga autoritetet.